Prime Minister of Albania, Edi Rama, and Commissioner for Enlargement, Marta Kos. Përshëndetje, ishte një tjetër ditë europiane në plot kuptimin e fjalës për Shqipërinë dhe Tiranën, ku u mblodhëm për summitin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, një tryezë që është ndërtuar për të bërë një bilanc të periudhës midis summiteve, për të vlerësuar rezultatet e nismave të përbashkëta, për të nënvizuar angazhimet e reja, për të ndjekur në mënyrë të detajuar kalendarin e detyrave që ka çdo njëri nga shtetet e Ballkanit Perëndimor në raport me planin e ri të rritjes dhe për të diskutuar në fund në mënyrë të lirshme lidhur me gjithçka që secili ndjen nevojshme të ndaj me tryezën. Sot mund të them që kemi mbyllur një takim edhe një herë tjetër të frytshëm me hapa konkret të mëtejshëm që e afrojnë më tej rajonin me Bashkimin Evropian, duke konfirmuar përsëri se plani i rirritjes është një urë e shpejt dhe e sigurt drejt tregut përbashkët evropian. Shkurtimisht po sjell këtu në vëmendje të publikut disa nga angazhimet, roamingu që me marrëveshjen e re do të përfshihet edhe për qytetarët tanë në regjimin e Bashkimit Evropian, një hap shumë i rëndësishëm dhe domethënës pas atij me pagesat, të cilat tani më bëhen pa asnjë ngarkesë ekstra, duke kursyer dhjetra miliona euro nga xhepat e qytetarëve të secilit prej vendeve të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor. Ndërlidhja me korridoret europiane vazhdon të mbetet prioritet dhe vazhdon të financohet nga instrumentat e Bashkimit Evropian. Tregtia dhe lehtësimi i saj përmes një plani të detajuar lidhur me pikat kufitare, transformimi digjital dhe identiteti digjital, të cilin ne kemi gratis që kemi prezantuar dhe do ta fusim në jetën reale në fillim të vitit të ardhshëm, duke praktikisht i paraprirë atij që do të jetë pastaj gjithë sistemi i identifikimit digjital të Bashkimit Evropian, që do të thotë do të ketë më nevojë për karta identiteti, për pasaporta e kështu me radhë, sepse identifikimi do të bëhet thjesht përmes celularit. Dhe po ashtu, identiteti digital do të vlejë dhe për shumë aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me transakcione financiare, që kanë të bëjnë me blerjet e drejt për drejta përmes telefonit, dhe patjetër folëm edhe për afrimin në zinxhirin e vlerës Bashkimit Evropian në aspektin industrial dhe për turizmin
si një komponente që duhet fuqizuar në sensin e bashkëpunimit mes vendeve, në ndërkohë që mendoj se kemi hapur një shtek tjetër për të bashkëpunuar me Komisionin në funksion të fuqizimit të arsimit lartë përmes ndërkombëtarizimit, gjë që ne kemi filluar në Shqipëri, por me ndihmën edhe mbështetjen e Komisionit besoj që mund ta çojmë në një nivel tjetër dhe jo vetëm Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Në mbyllje dua të falenderoj sinqerisht të gjithë ata që morën pjesë për praninë, për kontributin e tyre. Dua të falenderoj në mënyrë të posaçme Komisionin Europian për faqësinë, misionin, ambasadën, nuk e kam kuptuar akoma si quhet delegacionin e Komisionit Europian në Tiranë për punën e bërë në bashkëpunim me ne, të gjithë institucionet e tjera të pranishme dhe në fund, por jo për garancia, komisioneren e cila është përsëri këtu në Shqipëri dhe me cilën takohemi shumë shpejt pas momentit historik të pak ditëve më parë të çeljes të gjithë kapitujve të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit edhe një herë dhe e dashur Marta, fjala është për ju. Përshëndetje dhe të shoh gazetare të shoh miq. We are at the half-time point of the growth plan, and thank you, Mr. Prime Minister, enabling us discussing this very important tool which helps Western Balkan countries on the way into the European Union. I always love come back to Tirana, sometimes for the bilateral meetings, sometimes now as a group of the Western Balkans. It's good to see your support, not just on the European way of your country into the EU, but I can feel also your commitment towards the EU integration of all the other Western Balkan countries. Today, we have had a frank discussion on how to speed up the implementation and to make up the growth plan a success that delivers for all the people of the Western Balkans. And we talked about the need to enlarge the notion of the enlargement. So for me, enlargement is really much more than just the enlargement, and to integrate you all soon as possible into more and more EU policy areas, and not only into the single market, but also into our energy market, into pan-European value chains. And just like last week, the college adopted the Democracy Shield and a civil society strategy, and in both candidate countries and EU member states are treated as equals. And I'm proud of that, and we will go even further, including you in the endeavor to protect democracy and our values. We want to make the European Union a lived reality in your countries already today to bring prosperity, stability and security to all of us. In some area, this is already taking shape. Albanians, Montenegrins, Macedonians already benefit from cheaper transaction costs because of SEPA. But our ambition is for all of the countries to advance in sync, and we do not want new gaps to develop between the Western Balkan six. And because ultimately all the Western Balkan countries belong into the European Union, all Western Balkan countries should become full members of the Union with, and I stress, full rights as the confirmation for full alignment with EU laws and even more important with EU values. And let us focus today on how we can accelerate in the second half of the growth plan. And there is one particularly important deadline coming up in June. The one-year grace period for unmet reforms from the second reporting round will expire. So I called all the leaders to push on even more implementation of the reforms. We also discussed the next steps in reducing roaming rates. Paying extra for cross-border phone calls or communication is something we no longer do inside the European Union, so why should you?
And for this to happen, we need to work on faster alignment with the EU rules. On the green lanes, implementation is ongoing. Last year, we agreed on 11 common crossing points between the EU and Western Balkans and 5 common crossing points within the Western Balkans. And as you have seen this morning, the Commission and the World Bank exchanged a letter of intent committing to swiftly move on with the second phase of the Safe and Sustainable Transport Program. And let's unblock projects to improve transport infrastructure, digital innovation, consumer protection and tourism. And this will benefit not just your citizens, but also your businesses. I know that sometimes the reforms we agreed to together are not always easy, but they allow to accelerate EU accession talks and prepare your economies for the single market. And as you like to tell, it is about the transformation process, and this can bring big results. And this transformation process is unlocking opportunities, is giving access to member state treatment in some EU policies, and it also shows our member states that you are ready for more and deeper integration into the European Union. We also talked about how our instruments can attract more foreign investments. We expect that the closer the countries of the Western Balkans we get to the EU, and as you know, we describe your country, Albania, and Montenegro as front runners. The more, this is what we know from the past, the more curious the citizens will get from the member state, but also the more investors will be ready to come. The President of the Commission, Ursula von der Leyen, told me she was here at for your investment conference, how impressed she was, and we should go on with this. I heard today from you that you are planning a new investment conference here in Tirana. Congratulations. Why is this important? This is crucial to make your economic convergence with the EU countries a reality, and you are on a good way. And to the end, we have another 2 years to make the growth plan really a resounding success and prepare the ground for your EU accession. And we should use every day to work on the European future of the Western Balkans. Faleminderit. Thank you, Prime Minister and Commissioner. Now we invite the journalists to ask their questions. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Pyetja e parë është për komisioneren për sqarim. Raporti OSBE-u diri dhe raporti i Komisionit Evropian evidentuan se zgjedhjet e 11 majit ishin një ngjarje pa barabartë ku keq përdorën burimet shtetërore, pati intimidim ndaj votuesve, ndikim nga rrjeti i patronazhistëve dhe përfshirje madje edhe nga bandat kriminale. Në gjykimin tuaj si lexoni këtë raport? Ishin zgjedhjet e 11 majit një standard i plotësuar për integrimin, a ishin ato në standardet e Bashkimit Evropian? Dhe për kryeministrin Edi Rama. Kur ish kryeministri juaj Arben Ahmetaj u shpall në kërkim nga SPAK, ju deklaruat se nuk mbani përgjegjësi për bashkëpunëtorët tuaj të cilët han dardha pas shpinës tuaj. Sot një tjetër bashkëpunëtor juaj Erion Veliaj është në Burg dhe një ditë më parë GKK ka vendosur në mas sigurie zvendës kryeministrën tuaj për shkelje të barazisë në tendera. Pyetja ime është, a do shkarkoni Belinda Ballukun dhe a kemi të bëjmë me një rastësi dhe të gjithë bashkëpunëtorët tuaj han dardha pas shpina, apo është një model qeverisës për të cilin ju duhet të mbani përgjegjësi? Faleminderit. Yes, the elections have been free and fair. It's always good to get some suggestions for improvement, and this is good for Albania and also for the European Union. Faleminderit për pyetjen. Dua të them fillimisht se nëse sot Shqipëria i ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave për antarësim, ndër disa arsye themelore është edhe fakti se Shqipëria po e lufton
seriozisht korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe pa diskutim që sot edhe fakti që mund të bëhen pyetje me këtë përmbajtje lidhet me një epokë të re ku kemi hyrë. Dhe në këtë epokë të re, Shqipërinë e ka futur